bërë qeveria në detyrë, por kur ishte plot fuqishme me Danimarkën që të bartën të burgosurit nga Danimarka të rrezikshëm, të bartën dhe të vuajnë dënimin në tokën e Republikës së Kosovës, sidomos në burgun e Gjilanit dhe në balotazhin, jo në këtë balotazh, mirë po në rrethin e parë të votimeve me 12 tetor, kemi pasur procesin se qysh votohet në burgun e sigurisë së lartë në Dyst të Podujevës. Dhe atë na e ka sjell për nga afër kolegjon gazetare Ndrita Bajrami, e që këtë herë e kishim raportimin e koleges tonë gazetare Vesa Hoda, raportime të tilla të ngjashme jo veç prej burgjeve, po gjithandej Kosovës në qendrat votimeve, në vend votime ku po votohet në këtë proces të balotazhit, po sjellim në vazhdimsi, do të kemi sërish edhe lidhje tjera të drejt për drejta me kolegë tanë gazetar, vetëm pas pak do të kemi mundësi që të realizojmë një të tillë me kolegen tonë prej emisionit Kiks Kosova, Donjeta Mursela, e cila po besoj që do të na sjell informacionet e fundit në komunën që ajo është duke përcjellur së bashku edhe me kolegë të tjerë gazetar. Ky proces në përgjithësi me një dalje jo edhe aq të njëjtë, po pak më të vogël se sa zgjedhjet e datës 12 tetor është karakterizuar në këtë orë, po themi kur tashmë ka kaluar edhe dreka, juve që keni ngrënë drek, bëni mirë që të shkoni tani një kafe aty, shiu ka mbaru, koha e mirë ose edhe ndonjë çaj, sido që të preferoni, ta përfundoni edhe këtë proces të votimit. Është një ditë e rëndësishme që për gjithë, sepse për 4 vite të ardhshme juve vendosni se kush do të udhëheq me komunën në të cilën juve jetoni. Sigurisht se ka pakënaqësi, kërkesa, premtime, zotime, gjitha këto i kemi parë, juve po besoj që është mbushur mendja tashmë se për kë do të votoni, andaj shfrytëzojeni këtë të drejtë tuajën të votës si qytetar të lirë që jetojmë në një demokraci të re që po forcohet dita ditës. Dhe Donjeta bashkë me Sara Aliut, që janë pjesë e komisionit Kiks Kosova, ato i mbulojnë 2 komuna, dhe thëtë Vitin dhe Kaçanikun. Kur jemi për shembull te Kaçaniku, Sabedin Vishi nga Partia Demokratike e Kosovës është kandidati i parë që shkon në këtë balotazh për Kaçanikun me 6.827 vota, apo në përqindje i bie 39.61%, dhe kundër kandidate ka Jeton Raka nga Lëvizja Vetëvendosje me 6.540 vota në rrethin e parë, pra në votimet e 12 tetorit, dhe në përqindje i bie 37.94%. Kurse të komuna tjetër është Vitia, ku një veteran i politikës kosovare, Sokol Haliti, i cili është kryetar aktual i Vitis, kandidon sërish për të bërë kryetar i kësaj komune në pjesën Anamëravës, pra në Republikën e Kosovës, është nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 7.874 vota, apo në përqindje bie 38.01%, kurse kundër kandidat për Vitin, për Halitin, është kandidati nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili në rrethin e parë ka marrë 6.930 vota, apo në përqindje bie 33.46, edhe që është Arsim Ademi nga pra Lëvizja Vetëvendosje. Gara njëjtë, sikurse në Viti, mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje bëhet në balotazh edhe në Fushë Kosovë. Nga Fushë Kosova është Altiana Zogaj. Altiana, çysh po shkon procesi dhe cilat janë të rejat nga komuna kapur me Prishtinën? Po, Besnik, realisht, ashtu si që nisi, nuk është edhe se po vazhdon në procesi zgjedhor, pra në aspektin e qetësisë që pati në orët e hershme të mëngjesit ku përcjellëm edhe nisin e këtij procesi, pasi që këtu në shkollën Daut Bogujevci, pak më herët policia vetë se ka arrestuar 2 persona. Kjo për arsye se atë njëjti dyshohen për marrje të rishfetit dhe dhënie të rishfetit, pra një vepër kjo e dënueshme sipas ligjit në Kosovë. Prokuroria themelore vetë se ka dalë
me një komunikat për media, ku ka sqaruar se të dy personat janë arrestuar. Televizioni mëson se të dy personat pra janë meshkuj, njëri nga ta ka fotografuar votën në ora 8:45 minuta, ndërka tjetri në ora 10:35 minuta. Pasi që është bërë fotografimi i votës dhe se me dyshimet që kuptohet janë ngritur nga vëzhguesit këtu, policia ka arrestuar që të dy personat, nga ku prej njërit nga ta ka marrë një telefon, e ka sekuestruar atë dhe që do të shërbej pra dhe sipas komunikatës së prokurorisë themelore të Prishtinës edhe si provë tutje në lidhje me rastin që ka ndodhur. Arsyetimi i të dy personave të arrestuar të prangosur nga zyrtarët politor ka qenë se nuk din të votojnë, andaj edhe i është dashur që të kenë me vete nga një flet votim dhe një udhëzues se si duhet ta bëjnë këtë procedurë, por që realisht tek ta është gjetur gjithashtu edhe një udhëzues me emrin e personit që duhet të njëjtit ta votojnë, bazuar edhe në kodin penal 212, që është sikur nga prokuroria themelore, çdo person i cili pranon ndonjë dhuratë të këtij lloji ose ndonjë favor tjetër në lidhje me procesin e votimit të dënohet nga 1 deri në 5 vite, dhe se këto janë informata sa i përket aspektit të dy arrestimeve që kanë ndodhur këtu pra në këtë shkollë, ndërkaq me procesin se si ka shkuar deri më tani nuk është se ka ankesa, realisht një problem themi ashtu që po ekziston edhe në qendrat e tjera të votimit është ngatresa e qytetarëve për qendrën se ku të njëjtit do të votojnë dhe se edhe çështja e asistencës që po përmendet edhe këtu si problematik, pasi që shumë nga ata të cilët kanë moshë më të shtyrë po e kanë problem që të votojnë, pra ani pse edhe kanë dokumente që të njëjtit nuk janë mirë me shëndet, nuk po i mundësohet domethënë e drejta e votës këtu, dhe se nuk ka numër të vogël të tyre, pasi që siç biseduam edhe me menaxherën e qendrës këtu, tha që është një numër i konsiderueshëm që po duhet të kthehen në shtëpitë e tyre në pamundësi që të shfrytëzojnë të drejtën e votës. Në total në Fushë Kosovë, po flasim edhe për qendrat e tjera nga të cilat kemi vizituar deri më tani, ka shkuar gjithçka qetë përpos rastit që ndodhi këtu, por që kujtojmë që edhe Policia e Kosovës ka dalë me një njoftim ku ka treguar që në të gjitha qendrat po monitoron situatën në mënyrë që gjithçka të shkojë në mënyrë sa më demokratike. Mirë, Aljana, të faleminderit shumë për këtë paraqitje dhe sqarimin shtesë që na edhe në lidhje me këtë arrestim që është kryer në Fushë Kosovë. Është dyshimi edhe